Çka ju ka sfidu gjatë punës, sidomos gjatë pjesës e kurrikulës dhe gjatë pjesës gjatë projekteve tjera që i ke pas pikërisht, sepse po besoj që deri në botim ka pasur disa procedura të rëndësishme të cilat ose në të cilat është dashur që të punoni shumë. Është dashur edhe pse kurrikula do të thotë ndryshon e Kosovës nga ajo e Shqipërisë. Megjithatë, ne jemi munduar tash ta gjejmë një mes. Dhe kështu që përkundër sfidave që ka arsimi nga përdorimi i teknologjisë dhe zhvillimeve teknologjike, do të thotë ne dimë se sot përballemi me fëmijë të cilët e njohin teknologjinë dhe kanë interes shumë të madh në drejtim. Megjithatë, përdorimi i videoprojektorëve gjatë orëve mësimore do të thotë e ngjall interesin e fëmijëve. Mirë po, jo çdo herë në çdo shkollë mund sigurohen ato kushte. Kështu që me raste do të thotë kemi dhënë ide se si mund të përdoret abetarja digjitale, e cila është mjaft praktike për klasat, por megjithatë ajo prapë mbetet, do të thotë në disa vende mbetet për të dëshiruar, për shkak të mungesës së kushteve të ka qenë një sfidë sepse është dashur çdo orë mësimore të cilën e kemi planifikuar ta mendojmë si kur jemi duke e zhvilluar me nxënësit tanë, që të mund të përshtasim aktivitetet në mënyrën sa më të mirë të mundshme.